qeveria dhe kuvendi janë dy gjëra ndryshme, apo? Absolutisht. Edhe pse keni nevojë mja vazhdu qeverisë. Leta zgjedhin kryetarët kuvendit ata këtë dojnë, ju i nominoni do nën kryetar këtë doni, mandej nëse i kanë 61 bëjnë qeveri, nëse ju vjen radha juve. Këtu janë dy gjëra. E para, kryetari me nën kryetar i lidh vetëvendosja s'ka asnjë lidhje. Kryetari i kuvendit është kreu i institucionit. Nën kryetarët janë të deleguar të partive politike. Shkojnë ato, jo për të qenë nën kryetar të gjitha partive, por për të qenë nën kryetar që përfaqësojnë një parti. Se rregullora thotë përfaqësohen gjitha partitë me kanë nën kryetar. Kjo është kështu, e para. E dyta, nuk është në dorën e vetëvendosjes me i caktu nën kryetarët dhe nuk është në rendite çështja nën kryetarëve, sepse nën kryetarët votohen paku. Gjitha partitë i propozojnë dhe votohen gjithë bashkë. Pra s'mund të edhe me numra s'mund të ndalojnë. Por po ashtu nuk jemi në atë pikë. Ne jemi në pikën e zgjedhjes kryetarit kuvend. Tani, unë pajtohem që qeveria është një institucion tjetër, kuvendi një institucion tjetër. Jemi të folë për pushtetin. Pushteti përbëhet nga kuvendi, qeveria dhe presidenca. Ne përna kërkohet me adhon pushtetin e kryetarit kuvendit një partije që i ka fitu zgjedhjet në mënyrë relative, që si ka numra, po duhet votën tonë. Sakt, ka dole para. Po ka dole para me adhon për me marë pushtetin e parë. Pushteti i parë në një republikë parlamentarë është pushteti në kuvend. Këta po të dërzon e pushtetin e parë, e tani shkojmë të tjera. Pse duhet me bo këto? Për shembull, po e marrë lartë. Ju e dini që unë e kam përcjell punën e Ministrisë Drejtësisë për 3 vjet. Kam fitu disa raste në gjykatëshudhëse pas me kolegët e mi të Partisë Demokratike të Kosovës. Kam evidentu shkeljet shumë të atë kushtetues të ligjit. A du të me shku unë që jam votu me lista ta, por me emër mbi emër me votu Albolena Agjiun për kryetare, cili është morali i këtij veprimi që bëj unë, kur për 3 vjet unë kam fitu votat në emër të asaj. Për shkak të angazhimit tem, njerëz më kanë votu, kanë thonë, okay. Po nëse kishte pjesë e pazarit e kishit votu, po s'keni pazar me ta. E vërteta madhe është që pazar vetëvendosja s'po mrin me bu, deri këtu dakord jemi. Tani Po pse duhet votoj PDK-ja? Ka kur farë nevoje me votu për, ka nevoj me votu për shkak se, po besoj këto e keni dëgju ma herët, gjykata kushtetuese thot e ka obligim deputeti me marë pjesën në votim, ti mundësh me abstenu, mundësh me votu kunder. 7 herë është qitë në votim Albolena Agjiu, ne kemi votu kunder. Kemi votu, kemi respektuar për caktim të ndimit gjykatës. Na nuk votojmë për komisionin, së është votim jashtë rregullores, pse duhet votojmë për komisionin. Ne nuk marrim pjesë në një votim që është hapur kundrejt rregullores. Që po shpjegoj pse. Nëse merrni rregullorën e punës kuvendit, unë e kam pas diskutim me kolegët e VV-s, po nuk e di se kuptojnë. Jeni 9 i rregullores flet lart për seancën konstituive. E ka emrin edhe tabletin me LED. Tableti me LED. Ka dole, tableti, LED-i. Që kjo është neni non, kryesimi seancës konstituive. Nëse më lejon, më duhen 2 minuta. Po shlirë që. Kjo është neni non që